A mund t'i besohet presidentit rus Vladimir Putin apo Ukrainës duhet t'i jepen garanci të qarta por edhe të forta? Besoj, nga ato që kemi dëgjuar këto ditë se aleatët europian do të këmbgulin në garanci të forta, sepse vetëm fjala e presidentit një vendi që ka miratuar pushtimin e Ukrainës nuk mjafton. Pra, do të duhet të ketë disa garanci. Se në çfarë forme, përsëri ende nuk e dim. Dhe kjo do të varet nga negociatat, veçanërisht mes palës ukrainase dhe asaj ruse. Por jam mjaft e sigurt se europianët do të këmbgulin për këtë. Si e shihni mbështetjen që vendet e Ballkanit të Perëndimor i kanë dhënë Ukrainës gjatë këtyre viteve? Së pari dhe mbi të gjitha ajo që është e rëndësishme të theksohet është se që në fillim shumica e partnerëve të Ballkanit Perëndimor kanë qëndruar në krah të Ukrainës dhe kanë folur në mbështetje të Ukrainës që u sulmua. Ka pasur gjithashtu shumë ndihmë humanitare të dërguar drejt Ukrainës. Refugjatët ukrainas gjithashtu erdhën në Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë partnerët i kanë pritur mjaft mirë duke ndihmuar Ukrainën dhe në këtë mënyrë. Po ashtu ka edhe forma të tjera ndihme që u janë ofruar ukrainasve. Serbia gjithashtu ka deklaruar zyrtarisht se ka shitur armë përmes aktorëve të ndryshëm. Megjithatë, sasia e saktë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Por përsëri besoj se të gjithë partnerët e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor kanë treguar nivele të ndryshme mbështetjeje për Ukrainën dhe besoj se kjo është vlerësuar nga Bashkimi Evropian, sepse BE-ja pret gjithashtu për afrime politikën e jashtme kur bëhet fjalë për Ukrainën dhe luftën e agresionit. The foreign policy direction when it comes to the Ukraine and war of aggression. Dua të ndalem pak edhe tek procesi i zgjerimit për vendet e Ballkanit të Perëndimor. Si e shihni këtë proces aktualisht? Just recently, the European Commission published its Së fundmi, Komisioni Evropian publikoi raportet vjetore të progresit për vitin 2025 dhe aty kemi parë një panoramë të ndryshme varësisht nga cili vend kandidat apo potencial kandidat, po flasim në rastin e Kosovës për shembull. Por qartësisht ishte më pozitive se sa vitet e mëparshme dhe kemi parë një momentum të ri pozitiv nga udhëheqja e BE-s. Komisioni Evropian, por edhe shumica e vendeve anëtare që mbështesin më tej zgjerimin. Këtu mendoj për Shqipërinë dhe Malinezi që janë shpallur si vendet më të avancuara. Për kandidatë të tjerë ose vende potenciale në Ballkanin Perëndimor, panorama është pak më komplekse. Por e rëndësishme është që ekziston një mundësi për të parë zgjerimin drejt Ballkanit Perëndimor dhe mendoj se pavarësisht se cili vend do të bashkohet i pari, një apo dy vende, kjo do të japë një sinjal pozitiv për të gjitha vendet e tjera që presin në radhë. Sërish, pavarësisht se në cilën fazë të procesit të ndodhen.